Përshëndetje dhe mirë se vini në Mes Driti. Ja ku takohemi edhe sot së bashku në Mes të Dritës me energjinë më të mirë të mundshme për t'ju thënë të gjithëve mirëmëngjes. Urojmë shumë që ky të jetë një mëngjes i mbar për gjithë ju që sapo jeni zgjuar, por dhe për të tjerë që jeni zgjuar më herët dhe keni zgjedhur që ditën ta nisni me Vision Plus, me Brikenën dhe Florin për të mirë informuar. Dhe ja ku jemi tani së bashku për të bërë një rrugë goxha të gjatë, do thoja unë, por intensiteti i programit e bën të duket shkurtër deri në orën 13:00. Uroj shumë që edhe sot unë, Suliani dhe Florenca si jemi shoqëria e drejtë televizive për gjithë ju që na keni besuar vëmendjen tuaj. Me po këtë energji të mirë më lejoni të përshëndes edhe kolegun tim. Alo, mirëmëngjes. Faleminderit shumë, mirëmëngjes gjithë atyre që po na ndjekin, gjithë shqiptarëve, na pëlqen shumë kjo thënie, kjo shprehje dhe kjo formë e të hapurit emisionin, patjetër. Vërtet sot është e premte. Merrni më të mirën, shijojeni. Shkoni drejt plazhit, shkoni drejt malit, shkoni drejt familjarët, shkputuni nga përditshmëria, nga përgjegjësitë, nga angazhimet e punës, nga planet e së ardhmes, merrni kohë për veten, relaksoni, qetësoni, jemi në zemër të verës dhe vera. Siç vjen avash, ikën akoma më shpejt. Kështu që shijoni merrni më të mirën, sepse ne deri në fund korriku do jemi nga hëna në të premten në transmetim nga ora 10 deri në orën 13:00 dhe në qoftë se humbisin ndonjë episod, neve shefi s'na bëhet, por e tolerojmë dhe e falim. Sigurisht që po. Sigurisht se ju duam shumë. Mirë, tani është momenti të ftojmë zonjën e shtëpisë, ajo e cila do gatuaj ëmbëlsira. Lorenca. Mirëmëngjes, Hajde Florenca, hajde. Reziston temperaturave të verës. Trëndafil që gjithmonë jep freski. Ka një ngjyrë të mrekullueshme që unë e dashuroj, futet ke violeta, ke lule ngjyrat e manushaqes. Domethënë është një ngjyrë shumë e bukur. Edhe si që jeni ju të dy pa ishte bukur. Edhe sot pati një ditë të bukur bashkë. E premte. Planin tim zakonshëm atje. Po. Te veni. Edhe ne ke veni. Do ikim ne ke veni. Do ikim ke veni. I dëgojmë tek në pushime të dy kolegët e mi tek. Uno kryzimo, due kryzimo, djata s'ke veni. Ja ku jemi. Ama sa bukur e flet italishtën ky djalë, e qam në lojë. Aqua. E ka italistën aqua, ujë fare. Ka ujë italishtën. Tani Florenca, ke zgjedhur që sot të na ëmbëlsosh me një recetë? Me një recetë më të thjeshtë në botë se kjo recetë nuk ka. Do lote. Do kputem fare. Kur është rësia e kësaj recete? Te përbërësit një dhe kjo mënyra e përgatitjes. Pra, këtë recetë e bën Syriani e qanë fare. pse aq e lehtë është? Aq e lehtë. Ta mbyllim program. Mbylleni program. Kam përshtypjen, vështirësia më e madhe e kësaj recete është tu heqësh bërthamët hurmave. Apo Çfarë janë këto, Surian? Tani, rrejtë publikun. Në subkonsciencën time diku atje thellë në qoshet zgripet më të errta të mendjes, ato janë arra. Arabie. Dini shumë mirë që këto janë Por në konsciencën time këto janë hurma, por në subkonsciencë janë arra, nuk e di pse. Nuk e di pse, gjithsesi një sugjerim për hurmat e arabisë, po ta kombinosh një hurmë arabie me një arr, ti bësh bashkë, se ato janë të buta dhe e mbështjellin arrën. Më beso, është kombinimi më i mirë dhe i shëndetshëm. Ka plot receta me këto. Për shembull. Po, ka plot receta. Dhe janë fantastike për të pritur mish, por dhe për t'i bërë shefin vetë. Kishim hurma me shumicë, për shembull, ne arra kemi aty, mund ta bënim një kombinim. Mund ta kishim bërë një kombinim. Domethënë, po të kisha qenë unë atje në do kishe marrë gjithë hurmë. Jo do kisha marrë gjithë hurmat, do kisha zgjedhur hurmat. Ne nuk i kemi zgjedhur. Jo, nuk janë mjaftueshëm, e tha Florenca. Edhe do bëj maksimumin e saj. Edhe mënyra e të zgjedhurit nuk duhet të kenë lëkurë të trash, por duhet të jenë të freskëta, të buta që të punohen kollaj. Okej. Megjithatë, ne nuk ka rëndësi sido që të jenë, ne do t'i qajmë me lot. Tani, këtu kemi arra që do t'i bluaj alma, si zakonisht. Djath. Po. Këtu kemi... Nuk është djath, është mascarpone. Mascarpone, dhe këtu është krem djath. Jo, mascarpone. Ati kemi kumbullat në ujë. Kemi dhe kumbullat për të bërë lëngun e kumbullave, dhe këtu kemi arra që do t'i lyejmë ato ëmbëlsira, do t'i bëjmë kështu si topa. Dhe kemi dhe mjaltin. Pra, kjo recet
ka mjalt, ara, mascarpone edhe urmat e Arabis. Kaq pak. Dhe ne, që t'i tregojmë publikut dhe t'i jemi transparent deri në fund, siç kemi bërë në gjithë të sezon televiziv, për të zbuluar se kush janë dy mistrecët që nuk zgjodhen hurmat arabe të duhura në rrugën e Elbasanit aty përballë ekonomikut ku ndodhet Pro Natyra, fytyrat e tyre i zbulojmë tek inserti Pro Natyrës tani. Përshëndetje nga Pro Natyra. Ndodhemi tek ekonomiku në fillim të qytet studentit dhe kjo është një ndër pikat e preferuara për ne e Pro Natyrës. Dhe jemi gati të bëjmë pazarin e kësaj të premte fantastike, sepse Florenca në studio po pret gatuaj gjërat mira për ne dhe publikun. Ikim. Hajde të bëjmë bashkë. Florenca ka vendosur që ne të përgatisim së bashku një ëmbëlsirë dhe përbërësit janë hurmat arabe, mascarpone, arra, mjalt dhe i duhet një lëngë që e përzjedhim ne, kështu që nisim nga mascarpone. Mascarpone, dhe jemi mu tek produktet e fresta të pulmetit. Mascarpone, ja ku është dhe mascarpone. Ja ku e kemi. Iku gjithë me recetës. Marim edhe krem djathi. Se mos na duhet. Ta shfrytëzojmë për pazarin e javës. Shkojmë se duhet të marrim arrat edhe gjithashtu hurmat arabe. Janë shumë të mira, janë shumë të mira dhe janë një përbërës fantastik për ëmbëlsirat. Dhe shkojmë tek departamenti i frutave të thatë. Ato ëmbëlsirat që kërkojmë të gjithë. Tani. Dhe të shëndetshme. Dhe të shëndetshme, ëmbëlsirat e mira të shëndetshme. Do na duhen arra. Arrat. Atëherë arrat si duam? I duam unë them që t'i futemi punës dhe të marrim arrat dhe t'i thyejmë në studio. Kemi dhe të thyera, Alma. Misil të dyja versionet? Të dyja versionet. Okej. Dakor. Kështu shkojmë. Me dy versione. Ara që i qejmë vetë në studio, si dikur, për vit të ri, për baklavan që përgatisnim. Dhe çmimi në fakt duhet ta themi është konkurrues. Shumë. Rrimën në kaq, mjafton. Me 99 lekë. 99. Ky paketimi i vogël, po. Tani neve na duhen edhe hurmat arabis, apo jo? Të ndihmoj unë? Marrim edhe hurmat arabe, po të lutem, do më duhet ndihma jote, ta mbaj telefonin. A jemi gati? Jemi gati. Marrim një nga basketat, ku i kemi basketat. Na zgjidh shumë hurmat mira arabe. Ja, do t'i hedhim këtu surët. Do t'i vendosim aty. Marrim hurmat arabe. Po. Ti edhe brenda pajisjen me cilën mund ta marrësh. Opa. Dhe mos u kurset e hurmat arabe, të lutem. E sigurt. Po të lutem mos u kurset, sepse mund të përgatisim dhe një kullore shumë të mirë me hurmat arabe në studio në ditën e vijim. Do ishte fantastike. Po i zgjedh një nga një sigurët e çmuar. Sepse hurmat arabe janë rubini i organizmit, janë të jashtëzakonshme për vlerë të ushqyese. Dhe mund ta nisim mëngjesin me hurma arabe ose mund të bëjmë edhe një miksim. Ktu kemi tërshërën, kemi gjithashtu farat e kungujve të qeruar, kemi edhe farat e lulediellit, qiqrat, çdo gjë që na duhet për të përgatitur një mëngjes të shijshëm dhe të mirë. Dhe me çmimet më konkurruese, sepse çmimi është afishuar. Ndaj kjo është nga pikat tona të preferuara Syria. Tani kolege, me qenë se je sjellur mirë këto ditë, do më japësh një hurmë. Do të qeras me një hurmë. Faleminderit shumë. Disa punojnë edhe lodhen, disa të tjerë janë duke shijuar këtë ditë në maksimum. Mirë, unë mendoj që morëm mjaftueshëm. Opa. Të bëf të mirë, Syrian. Faleminderit. Ushqeve veten, ushqeve dhe mua, dhe tani është koha të marrim mjaltin, edhe një lëng, edhe mbyllim për sot pazarin, se Florenca po na pret në studio. Ikim se jemi në këtë drejtim. Ku jemi? Të gjitha rrugët të çojnë tek mjalti. Të gjitha rrugët të çojnë tek miele. Dhe mjalti. Mjalti. Unë do zgjedh mjaltin e shumë luleve, ja ku e kemi. E kemi dashur shumë gjatë gjithë vitit, dhe sa herë që kemi ardhur tek Pro Natyra, nuk kemi larguar pak të paketimin e vogël. Bukur, kemi për të zgjedhur vetëm një lëng fruta. Shkojmë ta zgjedhim bashkë për ta shoqëruar ëmbëlsirën. Me çfarë? Sa e vështirë është të zgjedhësh një lëng. Me çfarë mund ta shoqërosh, Alma? Një kek me arra dhe me hurma arabe. Unë jam përgjithmonë skuadra e lëngut të mollës dhe karrotës. Gjithmonë. Nëse ka dhe panxhar, akoma më mirë se është lëngu i jetës. Por unë shkoj për këtë lëngun. Ti merr atë. Unë do të shoqëroja me një lëng mollë. Do marrësh edhe një lëng mollë për mua? Do ta marr patjetër. Urdhëro këtë. Okej. Dhe do marrim edhe një lëng mollë. Më pëlqen që zgjodhe një opsion më të thjeshtë akoma, por shumë të mirë në shije. Dhe pse jo, për ta mbyllur, do zgjedhim një
Lëng me lajm dhe me Ginger, me shumëci. Është fantastik dhe është jathët që ne preferojmë. Shkojmë në studio sepse Florenca po pret për ne. Ja dolë më smiri. Gol. Ja pra, këta të dy janë ata fajtorët që pazari nuk e quan kur deri në Dhe fund nuk blejnë hurma mjaftueshëm? Ose lëm një produkt pa bler, ose ngatrojmë, ose nuk blejmë mjaftueshëm, ose harrojmë që lëngu i kumbullës ka nevojë për kumbulla. Po, të gjitha. Kemi disa detaj të vogla. Të gjitha jeni të mirë vetë juve dhe kështu që është mjaftueshëm. Po ja, kemi zemrën e mirë. Ja, se kemi atë si kumbull e kemi. Po të mos kishim kumbull, ja, nuk është si kumbull, është si pjeshka ja tani. Si jam unë? Si pjeshk. Pse? Po si pjeshk. Nektarin. Po unë preferoj një tjetër frutë. Çfarë? Ananas. Më ka pëlqyer më shumë kur isha më e re disa javë më parë. Më thoje qershi për shkak. Qershi. Jo, të kam. Jo, mos e ngataro tani Alma. Shiko, i dashur publik, do t'ja shpjegojmë. Të kam thënë buzës si qershi. Dhe tani po të them në total si pjeshk. Tani ti mos i ngataro gjëra se janë ca gjëra që janë të fruta të mira janë. Të qarta. Urdhro. Ta zhvillojmë apo mos ta zhvillojmë? Jo, mos ta zhvillojmë. Jo, nuk do ai. Një nektarin nuk e një pjeshk. Jo, as kjo nuk më pëlqen. Gjithsesi ju të dy. Mirë, unë do t'i them mango. Po, mango. Po. Më mirë kështu. Më mirë. Tani, duke qenë se dukshëm na ka shkuar mendja për fruta. Kemi nevojë të mësojmë hapat eksternalisë. Atëre, Alma, po qeshim, sepse është mëngjes edhe është e premte. Dy gjëra të rëndësishme. Dhe jemi në fundjavë. Po, dhe jemi në fundjavë. Atëre, Alma i bluajt i arat i ka qarë, ja ka marrë shpirtin. Nuk ka për ndonjë gjë ndryshe nga unë, se dhe unë ja ku i kam marrë shpirtin. Unë jemi peshorja madhe, peshorja vogël, njësoj jemi. Po, pra po. Unë thjesht harroj të marrë kumbulla, po kështu në përgjithësi. Kur i them unë këto gjëra, i them kastile se e kam paramenduar si do reagoj ky. Kolegu im i dashur aty. Edhe e pesi ju bëj qefi. Jam bërë kastile të dueshëm unë nga ti. E të mërshme duhet ndroj strategjia. Nga nesër, nga hëna tutje, se nesër jam shpitin. Nga hëna tutje do ndroj strategji. Alma, vërat grisën. Duhet i pastroj. Do t'i pastroj, e farave njerë, pastaj do Risa i bëj unë, Alma. Ndërkohë, ne kemi një lajm fantastik për publikun dhe gjejmë rastin që t'ja themi, duke qenë se në këtë periudhë të vitit ajo se çfarë ne duam është sigurisht të vizitojmë qytetet bregdetare në vendin tonë dhe të gjejmë një koncert të mirë aty. Dhe për të gjithë ata të cilët na kanë ndjekur me shumë vëmendje, Valafest kthehet në edicionin e 3. Ky festival, i cili është renditur një ndër 5 më të kërkuarit nga publiku vendas dhe i huaj, dhe në këto 2 vite që tashmë ka bërë një rrugtim në qytetet si Pogadeci, Saranda, Vlora, ka patur në skenën e tij më shumë se sa 50 artistë që kanë performuar. Lajmi i rëndësishëm në fakt në këtë edicion të 3 janë edhe data, do ndalemi në qytetin e Durrësit tek Volga dhe nga ana tjetër në datat 17-18 korrik jemi në Shëngjin. Do sigurohemi gjithashtu që t'japim publikut lajmin e mirë që artistë të njohur me famë ndërkombëtare, ata që sjellin edhe ndjesinë e Tomorrowland, do të jenë pranishëm në këtë festival si DJ Lukatesa, DJ Bomber dhe DJ Millennial. Kemi edhe artistët shqiptarë, emrat më të njohur për publikun tonë si Xhenesila Myrtezaj, Elgi Doda, Emra Bra, Soni Malaj, Marko Luca, David Reshaj dhe Klea Marku. Për të gjithë ata të cilët duhet të fokusohen tek datat, i themi edhe njëherë për publikun tonë syrian, për të qenë edhe më të sigurt që i kanë mbajtur shënim në kalendarin e tyre të udhëtimit brenda vendit tonë. 17-18 jemi në Durrës dhe në datën 24-25 jemi në Shëngjin. Sigurohemi që të shijojmë edhe DJ-t me famë ndërkombëtare dhe gjithashtu të shijojmë dhe një muzikë të mirë shqip. Për gjithë ju që doni të dini më tepër informacion, bëhet shkoni tek Valafest në Instagram dhe rrjetet sociale dhe në sfer.al për të rezervuar biletën tuaj dhe për të qenë pranishëm bashkë me familjen. Unë do të thërë që është një emocioni pa parë, sepse është edicioni i 3 edhe rrugtimi i 2 viteve ka dëshmuar që kemi të bëjmë me një festival të jashtëzakonshëm. Unë do jem aty dhe uroj shumë që edhe Syriani, Florenca dhe gjithë ata që po na ndjekin të jenë të pranishëm në këtë edicion të 3 të Valafest. Dhe jemi bashkë si thoni. Jam i sigurt që kjo verë do na shkoj. Viva la fiesta. Por, rëndësishme është jemi të gjithë bashkë aty edhe të shijojmë, të kërcejmë, edhe
pse jo Bregdetin shqiptar ta kemi plot me muzikë, se edhe ky është qëllimi i Valafest në fund të ditës. Është. Dhe vjen si një val emocionesh siç ka emrin Valafest. Po. Wave after wave. Val pas vale. Val pas vale. Dhe unë me Florencën do jemi aty Alma dhe do jemi Viva la fiesta. Viva la noche. Ju do sillni ndjesinë e vërtetë të Tomorrowland. Ju të dy, edhe artistët në fakt. Dua të dëgjoj DJ-t, dua të dëgjoj artistët të jashtëzakonshëm shqiptar, dua të kërcej me Florencën gjithë ekipin dhe gjithë shqiptarë vizitorë të dy Bregdeteve, që po, neve na ke atje. Faleminderit shumë. Jeni shumë të mirë. Tani urojmë suksese Alma. Faleminderit shumë. Suksese Alma. Vim tani tek receta jone dashur. Jemi. Dakor, gjithësi, me sa duket, Florenca që nisët emisionit ka vendosur në pianurën tonë të famshme kumbullat me lëngun e tyre për të vluar, besoj. Jo, nuk do blojnë, do zjejnë ato dhe pastaj unë do t'i shtyp dhe do t'i kulloj. Zjejnë, vlojnë. Po. Për të zjera nuk do të vluar një. E shikon këtë djalë këta? Pra, që të vloj, duhet të shkojnë në një temperaturë mbi 100 gradë Celsius. Po. Jemi rrugës. Qarëzhurme. Po. Shiko, luan e role dhe forcia, se ishin pak më të forta, ndërsa... E theti e theti. E ka... Duhet të bluen mirë, që të bëjon tani, si thoni? Ndërkohë të Syrian mund bësh në një pantomim. Bravo, Alma. Kemi muzik. Pe pantomimën time? Jo, nuk e pash. Se pe? Jo. Ishte kështu. Ishte pa fjalë. Pa fjalë. Ishte, e di çfarë përqendruar, po si mirë. Jo keq. Mundova të komunikoj Florenca këtë zhurmën e këndshme të frulatorit ton. Po. Që në fakt mua me trëmbi. Pse ka shpejt trëmbësh të Syrian? Jo, nuk trëmbën, po sot të trëmba, kështu që herën tjetër të lutëm na parlejmë më herët, mirë? Ashtu, a? Po. Se po të rëmba unë çfarë do bësh ti pastaj pa mua në studio? Sa zemër të but ka ky djalë moj Alma. E ka të but zemrën thua? Shumë të but, jemi brisht. E ka nga hurmat arabe sot. Se i ka shumë për zemër. Sot e nga fundjava. Ose ka nga fundjava se nuk i di se çfarë ka rezervuar për fundjavën e ky djalë edhe na mban ne të fshet. Në dy kolegeve të tij të javës. Jo do një gjë të madhe, por e di që do pushoj. Do pushoj sepse shumë vap dhe kam nevojë. Do pushosh. Do pushoj. Atëherë, çfarë kemi bërë deri tani dhe çfarë po bëjmë? Kemi hedhur arrat në tas, të cilat i kemi bluajtur shumë mirë. I bluajti Alma dhe kemi dhe urmat e arabis të cilat i kaluam në blender dhe tani do t'i hedhim mjaltin. I kemi bashkuar të këto dy produktet bashk dhe tani do hedhim mjaltin. Mjaltin e kam bler shumë të mirë, më pëlqeu. E ka bler Alma me Syrianin. Një punë do ta bëni mirë ne? Po. Në gjithë që kemi bërë keq. Atëherë do të hedhim edhe mascarponen. Që unë nuk e di pse sot e ngatrova me krem djathi, po ndoshta... Po s'ka gjë, se një struktur gati kanë, vetëm pak ju ndryshon ngjyra, sepse mascarponia ka pak më shumë yndyrë, sepse nga kremi djathi. Kremi djathit është më i bardhë. Ua, me çfarë pastroni po flasni për mascarpone? Ne kemi një dashuri përgatimi se janë jam shtet gjithë syvesh. Nuk e han? Ai? Se? Ajo është shumë e mirë. Ata që nuk haj, prandaj. Gjithë sezon çfarë s'ka provuar. Po, çfarë s'ka provuar dhe na thot neve që... Dhe çfarë s'ke gatuar, kështu që patjetër që do provoj. Tani ne mos harrojmë një herë jetojmë edhe jeta është një eksplorim shijesh që kryesisht vjen nga gatimet e kuzhinës. Që fajin e ke ti, se kam ti ke gatuar ushqime të ndryshme. Unë kam grënë dhe kam provuar. Tani, shumë e rëndësishme është përzierja e kësaj mase të bëhet sa më kompakte. Dhe pastaj, do marrim një pjatë tjetër të zbrazim atë, ta bëjmë të shesht, dhe do krijojmë ca toptha, do t'i rrotullojmë aty, dhe do t'i lyejmë me pjesën tjetër të arrave, dhe do t'i vendosim këtu. Mirë është të kalohen në ftohës, dhe pastaj të konsumohen. Pra që recet që nuk ka nevojë përpjekje. Jo, fare. Është gati. Mjafton që ne të bluajmë gjithçka mirë e mirë. Ta punojmë mirë e mirë. Ta punojmë mirë e mirë masën për ta bërë
më kompakte si që Florenca tha, dhe kemi një ëmbëlsirë me 3 përbërës shumë thjeshtë. Një njeri që han ëmbëlsira dhe jo shumë të ëmbla, mund të shikoj një ndeshje sportive me disa nga këto topat, me një lëng, me një gotë me lëng umble dhe 2 orëshin e ndeshjes e kalon për mrekulli. Tani, publik i dashur, Alma më ndërjo se kemi bërë një gabim shumë të madh. Kemi harruar të nxjerrim grafikën. Po, e nxjerrim tani. Është inercia, janë emocionet, dashuria madhe për të folur, live-i, fundjava, të gjitha këto, dhe nga një herë bëjmë 2 hapa. Pra, keni parasysh kur në gjithë shkallën? Unë kapa, po mendova nga që ishin pak. Mirë, Florenca, s'ka gjë, prezantojmë recetën dhe pastaj diskutojmë. Mendime regjisë, shfaqim grafikën, i tregojmë publikut se çfarë na duhet për realizuar ëmbëlsirën me hurma arabie. Përbërësit janë shumë të thjeshtë dhe të pakët të numër, na duhen hurma arabie, na duhet mascarpone, na duhen arra, 2 lugë mjalt dhe për të shoqëruar lëng kumbulle, kaq e thjeshtë. Në qoftë se ju duhet, nxili telefonin, bëni foto, ju e dini formulën, sugjerimi ynë i përditshëm, që në qoftë se harroni ndonjë përbërës, jo sot, sepse mbahen mend shumë thjesht përbërësit, por ditë të tjera, kur kemi të bëjmë me receta më të komplikuara, nxirni telefonin, fotografojeni, ndërsa për gjithë procesin e punës na ndiqni zonjë Florenca, sepse shpjegon hap pas hapi. Mirë. Po, ja tash të bëjmë disa topa. Po, topa bore. Topa bore, si isha ajo kënga me topa bore? Ja, nuk guxoj ta këndoj. Topa bore edhe shokët tanë. Jo? Mirë. Kujtoni ju se harroj këngën Florenca. Priti momentin që të intonohej. Në fakt, Florenca duhet të konkuron të njëherë një kohë të gjiniu i madh. Të konkuroj të Albania Got Talent, Surian. Ani konkuron të... Edhe kemi thënë për çfarë do konkuroj. Prezentuese. Pikërisht. Showgirl. Ka një kategorizim tjetër se edhe këndon, edhe bën humor, edhe prezenton. Florenca është një showgirl. Nuk e di pse rrezikon punën Isli Islami apo kushdo që moderon një talent show. Isli Islami duhet të ketë shumë frikë nga zonja Florenca, sepse zonja Florenca vjen dhe të rrëmben vëmendjen edhe dritat e skenës vetëm një performancë 3 minutëshe. Kështu që unë të jem Isli, mendohe mirë. Edhe unë po të jem Isli, nis dhe ndërtoj një plan B. Më mek kur Florenca fillon edhe në ngacmon nga pak. Si që shikoni, receta shumë praktike, janë pak përbërës, na u deshën vetëm hurmat arabis, na u desh mascarpone, arrat, mjalt, edhe jemi gati. Formën finale, mjeshtja e... Bravo! Ja, presa shumë kemi mësuar... Ta e kundojen, edhe njërë të regoj. Opa! Sa shumë kemi mësuar... Ju kujtoni se do mbështjel këto topat. Do godas këtë? Me doreza. Me doreza. Si kam boksi, kam doreza kuzhinës. Nuk do që të lërë shenja gishtat. A i pranon gjdo goditje të bërë me dashur. Po nas njerë, moj, unë e kam thënë, Syriani është djallë yll, dritë, reze djeli. Më godisni me bomba dashurie dhe jam shumë i hapur për t'i pritur me krah hapur. Mirë? Po. Tani, Florenca, punojmë i qik? Je një bilbil. Se për folur mjaftuesha. Punoj? Po tashi, nga në njerë ka edhe këshu. Qyfyre? Ka qyfyre, ne për ditë qyfyre kemi. Sigurohemi. Ne i respektojmë njerëzit që janë ullur atje dhe në shikojnë. Sigurisht. Edhe i japim 2 variante, një pak me humor dhe një pak me praktik. Bukur. Tani të ka i me praktik. Po. Edhe i marra të buara këtu. Kështu. Të arrat ishin shumë të mira, ishin arra vëndi, se ishin me ndyrë, nuk ishin ato arrat që janë të thata. Tani, do marim një pjesë kështu, edhe bëjmë rumbullak. Po. E kalojmë tek arrat. Kur e prek të bën me gjak. Po. Amë gjak që ke ditur gjëzat... Manafera. Kumbullot pra sot. Kumbullot, oja, hurmat arabis. Ose arrat, si që qua Syriani, në ditët ku i hahet më shumë se zakonisht. Po një kuti plot me inxhie, diti qarë është? Po,
prit. Ku gjeje shpejt, gjeje Syrian shpejta. Duhet shkoj shumë pas në kopë. Aha, gjeje. Se me siguri ta kanë thënë gjyshrit. Po sigurisht që ma kanë thënë, po jo. Po ti Alma? Do tallen me mua. Gjeje Syrian. Mos të gënjej. Hajde ju andi nga regjia thojani në vesh këtyre. Është goja, apo jo? Bravo Syrian. Ky djalë është. Pa ndihmën e publikut. Syriani është, do me thënë, nuk e di. Hudhrat ja kemi vënd gjithandej. Ja kemi vënd, Në qafë. Në fakt, për hir të vërtetës, koha me gjyshërit, mendoj që ka qenë periudha më e bukur, më e dashur, më cilësore e rrugtimit dhe jetës së cilit prej nesh. Dhe po, janë gjyshrit e ata të cilët për na argëtuar, na mësonin apo na sfidonin me këto gjëra. Po i bëj pak më të vogla se i bëran qikë të mdhaja. Po t'i shoj mirë e mirë, në dritë e syrit, kur që përqëndrojsh pak nga Syriani? Jo, nga puna. Mendoj që ato të mëdhajat duken pak si qofte. Ti bëjmë pak më të vogla që duken si bonbon. Si qifqin, fakt. E prishun me qketi? Jo, Florenca, po qketi mi ja, bëj dy aty. Në madhe mi Florenca. Ja, mi bëj dy unë aty qketi. Ti bëjmë si bonbone. Po. Ban. Të ftota në ngrirje, në fakt, po jo t'i lëm shumë, ose mund t'i lëm gjatë në ftohje. Po, në fresk. Po, në fresk. Shumë. Fresk. Ishim shumë të drejt, duhem pak më të vogla, se jo, i shijon dhe më mirë. Po, ti di kafshat. Po. Se më shumë shqetësojnë për nivelin e sheqerit në gjak, të kujdoj që do t'i... Nuk ka sheqer. Janë me mjaltë. Vetëm përqindjen e sheqerit mascarpone, gjithësisht. Edhe nuk është shumë. Frutat. Po, kanë frutat, hurmat arabisë janë shumë të ëmbla, kështu që kur ti konsumoni me karar. Ti t'ju sugjeroj që... Një nga të mëdhajat, dy nga të voglat. Bravo. Dhe në fakt... O, Alma, shiko, se je shumë lezetshme në jeri, ke kështu ti. Spontan. Ishte pëdashi. Spontana. Por që këshilla mbetet. Dhe jemi të voglat. Voglat, Alma. Kujdes, Florenca. Ja, se? Këtë kujdes? Që të marrin formën e duhur, pra. Po, pra, sigurisht. Sot keni lën kumble për të tërë, të pini edhe të prish edhe këtë të ëndeni. Të ëndeni. Dhe të rriteni. Po. Të bëheni burrat mëdhenj. Po, pra. Florenca, kumbullove i hedhur sheqer? Jam kryeshtar. I kam hedhur, po nuk bëhen ato pa sheqer. Dgjoj, nuk bëhen ato pa sheqer. Jo, e pikërisht, se bajmë i më e përgatitur. Ne gjithë verës pim lën kumble gjithë verës. Lën kumbull është shumë mirë. Edhe të verdhat, edhe këto të kuqet. Sa mirë mos të shkojmë as pak drejt lëngjeve të paketuara. Tani, unë mendoj që me këtë optimizëm dhe me këtë atmosferë që nga ka kapluar studion tonë, por urojmë shumë dhe shtëpit tuaja, po sikur të shkojmë dhe horoskopi ditor, dhe mësojmë se çfarë do me 12 shenjat e zodiakut duke u nisur nga gaforja, me që nësemi në periudën e gaforeve, e deri tek 11 shenjat tjera të horoskopit. Merigjini ishte dje në studio, Merigjini rikthehet të hënën në studio, po për të marrë një dozësh jetitore, ndjeki materialin që flet për horoskopin ditor. Qëndroni me ne. Dhe ja ku jemi përsëri. Tre muskëtjerët e mesditës. Gati me ëmbëlsirën tonë me 3 përbërës magjik. Po, me hurma arabie, arra, mjal dhe mascarpone. Edhe mascarpone. 4. Mjaltin e quaj përbërës zakon në shtëpinë tuaj. Po, është si kripa. Është si kripa si sheqeri. Është si kripa si sheqeri. Jo kënga. E bukur. Është kënga e gjysë e bula, e cila thotë se si kripa si piper. Tani, unë kërkoj vetëm pak vëmendjen tuaj, t'i themi publikut cilët ishin përbërësit në mas, sepse unë dhe Syriani kujdesëm shumë që tek pazari për natyrës t'i merrim të gjithë përveç kumbullave, të cilat i mori sot Florenca, për ëmbëlsirën me hurma arabie, na u deshën hurmat e arabis, ne zgjodhëm vetëm disa prej tyre, shumë pak, mascarpone, një paketim, arra, 2 lugë mjalt, edhe shoqërues është lëngu i kumbullës që u përgatit, është ky i mrekullueshëm këtu nga Florenca që nga 20. Po, është akoma pak. Edhe do ta shërbejmë pak më vonë. Mund të bëni lën kumbullash me kumbullat verdhe, kumbullat kuqe, çan ngjyre kanë në treg, merrini, bëjni lëngje dhe pini të freskëta dhe origjinale. Emrin? Emrin do t'ja vë Flora. Flora, kush është Flora? Kesha ime,
e përshëndes. Shumë dashuri për Florën. Është shumë e mirë. Florenca, merri më të mirë në kësaj fundjave, kënaqu, plazhitu edhe eja të hënën me energjitë më të mira, okay? Publikut i themi, është momenti t'ju njohim me një insert i cili na informon më mirë mbi ekonomizimin e ekonomisë familjare, e parave të shtëpisë dhe çfarë duhet të bëjmë dhe nga çfarë gabimesh duhet të heqim dorë dhe të stopojmë së bëri që të kemi më shumë para. Shkojmë tek ky insert dhe ne prezantojmë të ftuar.